Nëse në shkurt 3 milion qytetarë të Kosovës, duke përfshirë diasporën ka tregu vërtet në nivel të lartë pjesërisë me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet parlamentare, ajo që ka bën Albin Kurti në televizor dhe vendosë si partia e parë që ka ndalë në zgjedhje, është e kundërta e kësaj, sepse po vazhdojnë ta marrin shtetin tang për hir të Albulena Haxhiu, për cilën po mbulin këmbë që tjetë kryetare të vendit, ma qka që tashme secili qytetar të Kosovës din që ajo si ka shtetin, si ka votat dhe si ka shumicën parlamentare. Vërtet është përkeqardhje tentim fshehje prapas skemave kundërligjore dhe kundërkushtetuese përmes kinse komisionit për një votim të fshehur që është, siç e dim tashmë gjithë, i paligjshëm, me qenë se procesi i votimit tashmë ka filluar. Por situata është kjo që është dhe duket se ato që kam thënë edhe më herët se Albulena Haxhiu për Albin Kurtin është më e rëndësishme se rreth 1 milion qytetarë të Kosovës tashmë është fakt i dëshmuar. Ka shumë shtete që i kanë mbajtur zgjedhjet e do t'i mbajnë zgjedhjet gjatë këtyre ditëve dhe ndoshta ata edhe do t'i themelojnë institucionet e tyre, por me këtë çështje, me këtë arbitraritet ne do të mbesim pa institucione sepse një gjë është evidente. Albin Kurti nuk i ka numrat për të bërë kryeministër dhe një herë, andaj për të mos ardhur deri aty po na mban peng të gjithë neve bashkë si qytetar, si deputet, si institucione këtu në kuvendin e Kosovës çdo 2 ditë duke e përsëritur të njëjtin skenar me rezultatin e njëjtë. Unë i uroj sot Republikës Shqipërisë dhe gjithë qytetarëve atje një proces të mbarë zgjedhor dhe shpresoj që verdikti i qytetarëve atje të përkthehet sa më shpejt me themelim të institucioneve, gjë që fatkeqësisht vendin tonë s'po ndodh për shkak të arbitraritetit dhe të insistimit kundërligjor të zotit Kurti. Faleminderit. Ajo është edhe një deklaratë tallë, se realisht që i tallë qytetarët e vendit tonë, të cilët e dinë fort mirë që jo që është krizë, por është një krizë që po thellohet çdo ditë. Kanë kaluar më shumë se 3 muaj prej mbajtjes zgjedhjeve dhe ne s'kemi as kuvend as qeveri. Nëse kjo s'është krizë, unë nuk e di çka po pret zoti Kurti, se ndoshta nuk na godet ndonjë meteor nga qielli për më na thellu krizën edhe me fatkeqësi natyrore. Por ne kemi fatkeqësi institucionale, po i them kështu figurativisht, dhe kjo për shkak të tij, të kryenetësisë të tij, të insistimit të tij, të arbitraritetit të tij, për një kandidatë që si ka pas nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për të bërë kryetare kuvend. Pol. Cilën iniciative po të fjalën LDK-s, se kam qartë? Sot. Po. Nuk kam informat nëse bëhet fjalë për një kërkesë që ndërlidhet me ZRE-n për anulimin e tarifave, padyshim që mbështesim. Unë kam thënë edhe ndoshta në një nga konferencat e para këtu pas dështimit të seancave që ne do duhet ta kishim konstituuar kuvendin në mënyrë që sa më shpejt ndërmarrim iniciativat për të shkarkuar anëtarët e bordit të ZRE-s, për të marrë veprimet për të anuluar rritjen e tarifave të energjisë, për të marrë veprimet të cilat e krijojnë instabilitet edhe me çmimet në përgjithësi, por kjo është e pamundshme me qenë se nuk kemi institucione, kështu që besoj që deputetët do ta mbështesin në çdo ditë. Për sa i përket rastit në gjykatën kushtetuese, unë çdo iniciativë që ka për qëllim me dalë prej krizës, me dalë prej bllokadës, Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dhe do ta mbështes. Nuk mund të flas konkretisht për këtë, pres një komunikim me ekspertët tonë për sa i përket meritës lëndës, por në kuptimin parimor po e them çfarë do veprimit që mundet me pas në ndikim në zhbllokim të situatës, ne jemi të interesuar me ndodh. Këtë kemi dëshmuar deri tash, për këtë po i bëj ftesë edhe një herë sot zotit Kurti, ndroje kandidatën, sille sot masdite një kandidat ose një kandidatë që ti e din që e ka lënë
61 voqin edhe të hecim përpara tutjen në afatet kushtetuese. Deklarata ime dhe e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë e qartë për çfarë përket rolit të presidentës, sepse ajo ka mandat legjitim. Ne s'kemi as kryeministër legjitim, s'kemi as kryetar kuvendi më, kemi vetëm presidentën që është mandatin e saj dhe që ka prerogativin kushtetues për të garantuar, siç thuhet, unitetin qytetar. Në këtë kuadër, në këtë krizë, unë besoj që presidentja mund të marrë një rol të paktën ndoshta për të organizuar atë rryezë që e kemi hamencuar edhe ne, i takon asaj që të vendosë kur Partia Demokratike e Kosovës e dini që në çfarëdo takimi që mund ndërlidhet me zhbllokimin e situatës do të merr pjesë. Faleminderit shumë.